Për ata që nuk e dinë dhe nuk i kuptojnë gjitha këto zhvillime për brenda Këshillit Prokurorial të Kosovës, pse gjithë kjo luftë po bëhet, edhe konkretisht pse ju po ju pengoni që t'jeni anëtare e Këshillit Prokurorial? Mendoj që shkuarja ime është një reformë për sistemin prokurorial. Mendoj që gjitha ata që janë kundër shkuarjes time e din profesionalizmin tim, e din ndërgjegjen time dhe e din atë që ka përfaqësoj. Kjo është dëshmuar gjatë punës time, edhe kjo dëshmuar edhe me votat e prokurorëve të cilët më votuan në konferencën e datës 1 nëntor. Prandaj ka rrymime apo mund të themi për interesat të caktuara brenda sistemit prokurorial të cilët dëshirojnë të vazhdojnë atë korporatizmin, siç po quhet edhe në medium, të vazhdojnë korporatizmin e mëhershëm dhe të mbetet i njëjti mentalitet i Këshillit Prokurorial edhe në përbërjen e re. Mirë po, dhe pikërisht kjo është arsyeja. Unë dua të shkoj atje dhe do të shkoj padyshim në Këshillin Prokurorial, sepse drejta ime është një drejtë e cila është fituar dhe është plotësisht legjitime dhe unë do të jem atje për të përfaqësuar prokurorët dhe për të përfaqësuar ata denjësisht, për të punuar për të mirën e tyre me profesionalizëm, me dinjitet dhe me ndërgjegjshmëri. Zënë Bajrami, kemi po raportime edhe zhvillime të Këshillit të cilat kanë qenë interesante, pra pa cilave gjithmonë shtrohen pyetjet nëse ka ndikime politike. A ka lidhje politika në gjitha këto zhvillime në Këshill Prokurorial? Kemi pa raportime të vazhdueshme që janë bërë 2 grupe që i kemi pa në Këshillin Prokurorial të Kosovës, e që mund të jenë edhe të lidhura me parti politike, dhe në fakt realisht thuhet që është një grup që ka qenë në Këshill Prokurorial, fakt që është hala në Këshill Prokurorial, që praktikisht i takon partive të kaluara që kanë udhëhequr, dhe grupi tjetër që po lufton për të marrë Këshillin Prokurorial, që është grupi i vetëvendosjes, pasi që tash po e shohim që vetëvendosja ka marrë shumicën parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Si keni pa këto vlerësime dhe sa qëndrojnë? Vetëm nuk do doja për aspektin politik, se kush çka përfaqëson apo nëse ka pasur ndikime politike, nuk do doja të shohem, sepse unë nuk kam qenë pjesë e Këshillit Prokurorial dhe nuk dua që të shohem në ato ngjyrime politike nëse kanë ekzistuar apo nëse vazhdojnë te pjesa. Ajo çka dua të them është që unë personalisht si Elza, si antarja e re e Këshillit Prokurorial, unë aty të vetëm parti politike që e kam janë prokurorët, kështu që të vetmit personat të cilët unë i përfaqësoj janë prokurorët. Për mua nuk ka rëndësi asnjë parti politike, nuk kanë rëndësi se çfarë ndodh në aspektin e themelimit të institucioneve të shtetit. Ajo është një procedurë tjetër, kompetent janë personat e tjerë. Për mua, vullneti i 74 prokurorëve të cilët më kanë votuar është ai i cili e krijon, i cili mua më bën që të shkoj dhe të punoj atje për të mirën e tyre. Por nuk dua ta anashkaloj atë se ne si Këshill Prokurorial padyshim që do të punojmë ngushtë edhe me institucionet përkatëse. Pa marrë parasysh tani kush i krijon institucionet, ne do të bashkëpunojmë. Këshilli nuk duhet të jetë i mbyllur karshi institucioneve me të cilët në kuadër të kushtetutës dhe ligjit mundet të bashkëpunojë. Prandaj ne padyshim se do të jemi të hapur për dallim se siç ka qenë më parë, do të jemi të hapur të bashkëpunojmë me të gjitha institucionet relevante të cilat e avancojnë sistemin e drejtësisë, në këtë rast sistemin prokurorial.